400 aksidente janë regjistruar vetëm në javën e fundit që lan pas. Sipas raportit ditor të Policisë së Kosovës, nga këto aksidente janë shënuar 3 viktima. E këto shifra po konsiderohen alarmante nga njohësi i komunikacionit Noel Detaj. Ndryshimi të kushteve atmosferike është faktori i parë i cili ka ndikuar drejt për drejtë në aksidente, pastaj është faktori njeri në përgjithësi i cili me mos kujdesin e tij dhe mos përgatitjen e tij me pajisje dimnore, atë kanë ndikuar që më ardhë dhe më rritë edhe numri i aksidenteve këto ditë. Arsye pse po ka numër të madh të aksidenteve, sipas Detaj, është edhe mungesa e strategjive për parandalimin e tyre. Si vjet jam më keq shumë, krahasim me vitin e kaluar, dikon rreth është rrit numri rreth 15 deri 20% aksidente, që do të thotë se do ta kalojmë edhe 20.000 me numrin e aksidenteve që kanë ndodhur. E një nga shoferët në Prishtinë u shpreh se po mundohet çdo herë të jetë i kujdesshëm në komunikacion. Gjithmonë i respektoj rregullat e komunikacionit, vazhdim me kujdes. Ne çdo herë duhet me bë më shumë. Mendoj që çdo herë duhet të kemi kujdes më shumë. Kurse një qytetar tjetër tha se të rinjt po rrezikojnë më shumë komunikacionin, pasi po ngasin me shpejtësi të madhe. Jemi të kujdesshëm, po tritës për në kujdesshëm shpejtësisë, për ja futin edhe për myt veten, më konë vetë aksident se kur zhjo po përmen qofa edhe dikon. E nga këto aksidente të ndodhura së fundi, raportohen se 158 ishin me persona të lënduar, ndërsa 258 ishin vetëm me dëme materiale.